Zëvendës Ministri i Arsimit dhe Shkencës Lulizim Aliu ka kërkuar bashkëpunim nga banorët e fshatit në Rov të Krushevës që të ndërmarrin iniciativën për zgjidhjen e problemit pronësor mbi truallin ku është ndërtuar objekti i ri shkollor. Ai tha se më pas do të mund të merren masat e nevojshme për legalizimin e objektit. Ai theksoi se duke respektuar procedurat dhe normat ligjore do të gjendet zgjidhje për këtë çështje. Po, është e vërtet që ditët e fundit ka pasur bojkot nga ana e nxënësve të organizuar nga prindërit e atyre nxënësve, por e mira është dhe them jam i kënaqur që edhe ato kanë reflektuar dhe kanë mbizotruar arsyeja për shkak se është fundi i vitit shkollor dhe kanë ndërprerë bojkotin dhe janë kthyer mësimit për ta përmbyllur vitin shkollor. Por ne si ministri kemi bërë apel që komunikimi të jetë institucional, që nënkupton që ato jo vetëm me anë të deklaratave në për media, por realisht me përgatitjen e dokumentacionit ne të mund të komunikojmë pra me shkollën, me komunën, edhe ministria dhe qeveria që të mund gjendet zgjidhja. Unë edhe për një medium tjetër e kam thënë që ai objekt sigurisht që nuk do të shembet, por duhet fillimisht që të respektohen gjitha procedurat dhe normat ligjore, për shkak se do të bëhet fjalë për objekt shkollor, ku aty do të ndjekin mësimin fëmijë, nxënës ndryshëm dhe do të kemi garanca për sigurinë dhe për përmbushjen e standardeve ndërtimit të atij objekti. Para së gjithash, përpara se të flasim për objektin që është anësh, mendoj se procedurat për legalizimin e atij objekti kërkojnë që fillimisht zgjidhet çështja e pronës. Pra aspektin pronësor juridik dhe me atë sa unë kam informat në kontakt me ato, kjo çështje nuk është zgjidhur. Dhe këtë do duhet që ato ta iniciojnë, ne jemi në kontakt që ato ta iniciojnë këtë çështje, të arrijë tek avokati i shtetit apo tek institucionet e relevante dhe që të mund zgjidhet fillimisht hap pas hapi çështja e pronës dhe më pas të kalojmë edhe te çështja e testimit të objektit, pra të inspektimit të objektit për të parë nëse i përmbush standardet për të qenë objekt shkollor dhe më pas ajo të legalizohet dhe mund nxënësit ta shfrytëzojnë si objekt shkollor. Objekti i shkollës së re në Rov është ndërtuar me kontribut të vetë banorëve, të cilët tani kanë hasur problem nga autoritetet. Ministria e Arsimit ka dërguar në shkollën e Rovës përfaqësues për të inspektuar punimet e godinës shkollore.